Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Përkatësisht në emisionin Put. Sonte kemi të ftuar një përfaqësues nga KDI Vullnet Bugaçku, ku do të flasim lidhur me shërbimet që kryen kjo organizatë. Përshëndetje zoti Bugaçku, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit edhe juve për ftesën. Cilat janë aktivitetet që po bën organizata KDI-s në përgjithësinë e tërë territorin e Kosovës? Po besoj që tashmë e dini, ne jemi në një proces ende zgjedhor, për faktin se nuk kam përfunduar ende numërimet e votave të zgjedhjeve të nënshkurtit që mbajtën këtë vit. Kryesisht jemi duke i monitoruar të proceset e zgjedhjeve, përfshin ato numërimet e votave në qendrën e numërimit të rezultateve, pastaj në qendrën komunale të numërimit. Si organizator kështu jemi edhe në mbikëqyrje dhe në përcjellje në vazhdimsi të zhvillimeve auditore që kemi në Kosovë, qoftë të çështjeve që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit, qoftë edhe të çështjeve që kanë të bëjnë me politikat publike, të themi ashtu, të qeverisë, të ministrive të përkatëse. Po gjithashtu mbulojmë edhe çështjet e ambientit, kemi edhe fushën ose edhe programe që mbulojnë fushën e Green Agendës, ku kemi shtrirjen tonë për gjitha komunat e Republikës Kosovës, ku nëpërmjet partnerëve tanë ne mbikëqyrjemi dhe masim të themi ashtu nivelin e përgjegjësisë që kanë kryetarët e komunave dhe komunat mbi çështjet e gjelbërta që përfshin ruajtjen, mbrojtjen e mjedisit e këto gjëra. Pos fundi normalisht jemi krejtësisht në këtë kapacitetet pothuajse tona si organizati kemi të fokusuar ka çështja e administrimit të procesit zgjedhor, si po punon, si po zhvillon ose si po zhvillohet procesi i numërimit të votave në KQZ. Sot madje ishmi në një takim të Komisionit Qendror Zgjedhjeve, ku në baza auditoreve se jemi duke i parë zhvillimet e përditshme, qoftë me ankesat ndaj proceseve të rezultateve zgjedhore, qoftë edhe pakënaqësisë që kanë disa kandidatë për votat e tyre që donse kanë pasur do të thotë mundësi ankimimi edhe gjatë fazave të kaluara. Megjithatë tani më jemi në një proces të pothuajse afër fundit, por megjithatë janë disa afate procedurale që domosdoshmërisht duhet të shfrytëzohen dhe duhet të kalojnë derisa të vinë në një gjendje të shpalljes së rezultateve. Një nga, ta themi, misionet ose detyrat kryesore të KDI-s është zhvillimi i demokracisë në Kosovë. Si shihet, sa po përparan në aspektin demokratik shoqëria kosovare? Në kuptimin e përgjithshëm ka një përparim, do të thotë ka një të arritur në Kosovë, sepse normal ne jemi një shtet që jemi dalë pas luftës, kemi shpallur pavarësinë, kemi kriju institucionet, jemi ante kështu në një fazë të etablimit të legjislacionit, në një fazë të etablimit të shoqërisë, edhe ka çështjet e zhvillimit të kulturës, e zhvillimit të institucioneve, por edhe të arsimimit, të zhvillimit të ekonomisë e tjera, ndonse jo nash në një nivel të pritshëm. Po megjithatë, si institucione ashtu jemi ka përfumbojmë në kuptimin e qeverisës me sfida, me probleme në kuptimin e administrimit të shumë proceseve, qoftë antarësimit, qoftë njohje ndërkombëtare, qoftë edhe të politikave të brendshme që i kemi. Pra na presim që pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve të kemi qeveri stabile, kemi qeveri që i vazhdon të punë, qoftë në infrastrukturë, qoftë shëndetësi, qoftë në arsim e madje edhe kushte shumë të rëndësishme të fillojë dhe të vazhdojë edhe dinamika e reformave në sistemin e drejtësisë, sepse aty e kemi edhe faktikisht ka qenë një gjithë fokusi edhe i pothuajse mandatit të kaluar të qeverisë të kaluar që Kosova ka nevojë domosdoshmë ta forcojë sundimin e ligjit, ta forcojë shtetin e së drejtës dhe mbi të gjitha të zhvilloj sistemin gjyqësor dhe të kemi efikasitet të luftimit të korrupsionit e krimit të organizuar. Po në përgjithësi kështu në vjetrasha, marrë përmbas modelit e rajonit ashtu për afër ku jemi, unë mendoj se jemi një shtet që kemi demokracinë konsoliduar, po faza ko pas kohe i kemi disa çalime ashtu qoftë ka aspekti i lirisë së medias, ka aspekti i respektimit të drejtave të njerëzit, pra kemi disa sfida sidomos të çështjet e drejtave të punëtorëve, të çështjet e drejtave të njerëzit në rrafshin e komuniteteve, në rrafshin e pakicave. Po megjithatë, po besoj që me kalimin e kohës edhe jemi shtet ende duke u konsoliduar nga çështjet e legjislacionit të tjera dhe besoj që do të arrijmë
nivelin e duhur. Institucionet e kanë përgjithësi, kur them institucionet në kuptojnë gjitha institucionet e një shoqërie të cilët duhet të zhvillojnë edhe të përparojnë në këtë drejtim. Sa po bën punën, sa po bën aspektin ligjor dhe praktik që të orientojnë një shoqëri në zhvillimin e saj shoqëror. Në fakt, unë e kisha ndonë dy etapa këtë çështjen e zhvillimit të institucioneve dhe nga aspekti i ligjeve, nga aspekti i zbatimit të ligjeve dhe i realizimit të drejtave të qytetarëve. Unë spari kisha folur mbi efektivitetin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial dhe e kisha ndonë nga efektiviteti i administratës publike, sepse janë dy çështje që të përfundojmë të themi ashtu në nivele të ndryshme. Nga aspekti i administratës publike, po lëshojmë këtu, fillimisht mendoj që qalojmë sepse kemi një administratë të ngarkuar publike. Pra kemi shumë procedura burokratike, do thotë, tash po flas me terma të praktik, për me nxjerrë një leje ndërtimore ose një vendim ose për me kërkuar një të drejtë, duhet me po 2-3 kërkesa, duhet me prit disa ditë, duhet me prit në shkrime të organeve, të procedurave, do thotë siç shkojnë dhe sipas ligjeve që janë në fuqi. Po megjithatë dinamika e institucioneve kohëve të fundit ndërsa që ka pas një rënje sa i përket realizimit të drejtave të qytetarëve, sepse kjo është manifestuar me numrin e kërkesave, me numrin e kërkesave për qasje që qytetarët kanë parashtruar në institucione dhe me vonesat në vendimmarrje që kanë mësuar pastaj nga ana e institucioneve. Te ky element, meqense edhe jam kështu goxha i familiarizuar ka çështjet administrative dhe të procedurave administrative, vërtet qartë që sistemi jonë vun nga një defekt i mungesës së vendimeve të qarta dhe të arsyetueshme. Dhe kështu si për shakar në mesin e shoqërisë dhe në mesin e grupeve punuese ku ne marrim pjesë dhe diskutojmë gjitha ligjet, aktet e ligjore të tjera, shpeshherë thojmë se na jemi një shtet që funksionojnë mbi bazën e dokumenteve në ligjore, e akteve në ligjore. Pra, ndonse kemi shumë ligje kështu në praktik, është një shtet që është i pajisur, mjaftueshëm me legjislacion për secilin fushë, pothuajse. Megjithatë ai legjislacion ka lënë hapësirë që detajet më të rëndësishme të rregullohen me akte ligjore, e pastaj këto akte ligjore sjellin probleme. Janë problematike edhe sjellin probleme vetëm për një fakt, sepse ato ndryshojnë lehtë. Dhe çdo funksionar, çdo titullar i një pozite të caktuar në administratë publike, qoftë drejtori i një shkolle, qoftë drejtori i një institucioni komunal apo një gestioni të pavarur, kur i ka këto autorizime që ti vendos vetë në detaje çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e qytetarëve, atëherë shpeshherë edhe këto lloj autorizime diskrecioni abuzohen. Dhe meqense na vujmë nga një shumicë e madhe e akteve ligjore që i prodhojmë si shtet kështu, si ministri, si komunë, si administratë publike, atëherë kemi pengesa në interpretim. Dhe ku ki pengesa në interpretim shka sjell kjo përpasoj. Sjell fluksin e madh të ankesave dhe të padive që qytetarët i parashtrojnë ndaj këtyre organeve nëpër gjykata. Pastaj retroaktiviteti që pësën kjo pastaj, sepse ne parashtrojmë padi, po pastaj gjykata ka pas ka. Do të kalojmë edhe në këtë fushë, në këtë drejtim, po zhvillimi qytetar në nivelin e demokracisë. Kosova ka mbajtur, kthehemi edhe pak tek zgjedhjet, ka mbajtur disa palë zgjedhje, si nacionale ashtu edhe lokale. Duket që a ka lëvizje pozitive në këtë drejtim, apo ka një ecje paralele në vite? Sepse kur bëhet krahasimi me vendet e tjera, evropiane ose edhe të rajonit, ku gjendet Kosova? Në nivel të rajonit, unë mendoj që sa i përket ditës së administrimit të zgjedhjeve, ditës së votimit, na jemi shembull. Për faktin se nuk kemi pasur ose nuk kemi hasur raste të incidenteve të rënda serioze që do ta lëndonin procesin zgjedhor edhe tërësinë e procesit zgjedhor. Çka po çalojmë në kohë të fundit është fakti që po çalojmë në procesin e administrimit të numërimit të votave, qoftë për subjektet politike, qoftë të kandidatëve për deputet ose të këshiltarëve për kuvende komunale. Dhe kjo vjen si pasojë e një sistemi zgjedhor që ndoshta e kemi paksa të komplikuar. Po ashtu kemi edhe mungesë të mekanizmave që KQZ-ja asesi të reformohet kuptimin e zhvillimit teknologjik të numërimit të votave dhe të rezultateve dhe të flet votime. Pra në hala numërojmë në kopje fizike, tek si vjet ka filluar një vallë procesi të themi ashtu digital i numërimit të flet votimeve nëpërmjet kamerës. Po kur do të numërohet, shihen kamerë, ka pjesëmarrje të media, ka pjesëmarrje të vëzhguesve, është proces i kadalshëm, po ndoshta më i sigurt në kuptimin e vërtetësisë së rezultatit. Mirë, po megjithatë shembujt që i kemi kohëve të fundit po dëshmojnë që edhe këtu kemi të ashtu.
kemi dështuar sidomos në qendrën e numërimit të rezultateve për faktin se po hasen shumë manipulime. Dhe aktualisht ka një problematikë që nuk po përputhen rezultatet ose votat në kutitë e votimit me listën e nënshkrimeve që janë nënshkruar si votues në ditën e zgjedhjes. Por ka një dispropozicion mes atyre që janë nënshkruar që kanë votuar dhe votave që janë në kutitë votimit. Kemi dikun në disa raste kemi edhe në 20 e 30 dhe 100 vota që janë më shumë në kutinë e votimit sesa që janë të nënshkruar në listën e nënshkruesve. Dhe kjo është për fat një anomali, do thosë ose janë shtuar votat nga ana e zyrtarëve që kanë punuar në numërim të votave në QKZ atje, në KQZ në qendrën komunale të numërimit, qoftë edhe në qendrën e numërimit të rezultateve, ose në ditën e zgjedhjeve komisioneret e vendvotimit nuk kanë të përfunduar në mënyrë të mjaftueshme. Po këtu e kemi në problematikën e administrimit të procesit zgjedhor dhe kjo pastaj sjell përpasoj vonesat në shpallje të rezultateve, vonesat e krijimit të qeverisë dhe vonesat në zgjedhjen e kuvendit të qeverisë. Mbajtja e këtyre zgjedhjeve është mbajtur për herë të parë me ligjin e ri për zgjedhjet, që të gjitha partitë kanë pas dakordim, pajtim me zgjedhjet. Si e keni pa ju këtë procedurë? Jo, na kemi pas një proces zgjedhor i rregullt. Do thotë është hera po që kemi pas diçka të re, që është përmend votimi për 10 kandidat. Po. Kemi pas numërimi votave në qendra, jo në për vend votime, por në qendra më të mëdha, në qendra komunale. Po. Ka pas ndryshime. Po, ligji i ri ka sjell, po. Ligji i ri në vitin 2023 me 3 korrekt ka hyrë në fuqi ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme që ka përcaktuar disa ndryshime të reja sa i përket sistemit tonë të votimit edhe të numërimit të rezultateve. Është e vërtetë që është rrit vota preferenciale nga 5 në 10 kandidat. Është e vërtetë që për herë të parë janë zhvilluar edhe votimet në ambasada, po të themi ashtu, është lejuar që të votohet edhe fizikisht në ambasadat jashtë Kosovës, përpos votimit në postë edhe që kanë qenë edhe më herët. Është e vërtetë që numërimi i votave në ditën e zgjedhjeve nëpër klasa apo vend votime është bërë si risi vetëm numërimi i votave të subjekteve politike, kurse për kandidat për deputet është bërë një qendër, është krijuar në 38 komuna të Kosovës ka një qendër e numërimit të votave për kandidat për deputet dhe është lënë qendra e numërimit të rezultateve si themi ashtu si depo materiale zgjedhje ku edhe do të bëhet edhe numërimi i votave me post, i votave në përfaqësi diplomatike, i votave me kusht dhe i votave për persona me nevoja të veçanta dhe varësisht prej ankesave të parregullsive që shfaqen, nëse ka vendimmarrje që të kthehen në rinumërim ndonjë kuti e votimit ose ndonjë vetvotim ose ndonjë qendër, atëherë në QNR, në fushë Kosovës që ngjandet, atëherë bëhet rinumërimi edhe një herë i sërishëm i asaj kutie të votimit ose i asaj qendre. Vetëm sot u mor vendimi që dikon 50 kuti të votimit të rinumërohen edhe një herë në QNR për faktin se janë gjetur mos përputhje të rezultateve. Padyshim që kemi hyrë në muajin e dytë. Nga 9 shkurti, 10 marsi, në muajin e dytë ende nuk kemi një rezultat final. Këtu zvarritje po bëhen si proces i vazhdueshëm i zgjedhjeve apo ka zvarritje të qëllimshme që bën për arsye të ndryshme, subjekte të ndryshme politike, shpeshherë din të bëjnë edhe ta themi lojra politike. Besoj që të dyja çndrojnë nga pak. E para si proces normal është. Do të thotë kur të përfundon një proces i numërimit të tërësishëm të votave, pastaj janë edhe fatet që ligji për zgjedhjet e përgjithshme i përcakton me u parashtruan ankesat nga ana e partive ose nga ana e kandidatëve që kanë garuar në zgjedhje. Po është e çuditshme tek ne se ligji për zgjedhjet e përgjithshme lejon mundësinë që në këtë fazë të parashtrohen ankesat ndaj administrimit të numërimit të votave nëpër QKN dhe QNR, që nuk kupton qendrën e numërimit të rezultateve. Mirëpo ligji specifikon që këto lloj ankesa duhet paraqiten brenda 48 orëve nga momenti kur ka ndodhur shkelja. Dhe tani imagjinoj se çka po ndodh te na. Javën e kaluar kem ledhja e KQZ-s ku u kërkua që të rikthehen në rinumërim votat e diasporës me post. Diku 177 kuti të votimit, përfshin diku 1630 lifre të votime. Meqense ishte afati paraprakisht për këto ankesa nga momenti kur janë ose kur kanë qenë duke u numëruar në QNR, ka filluar afati i ankesave dhe është dashur të shfrytëzohet në atë kohë afati i ankesave dhe jo të pritej përfundimi të rrethshëm i procedurave që të aplikoheshin këto ankesa. Dhe çfarë ndodhi në ditën kur pritej të shpalleshin rezultatet zgjedhore, u paraqiten 3 ankesa për këtë proces. Thonin që ka qenë e qëllimshme? Po, lën shije dhe lën
t'jep një tendencë ose t'jep një përshtypje që ka një tendencë për të zvarritur shpalljen e rezultateve preliminare. Të paktën nën arsyetimin që kështu jemi për të mbrojtur, ruajtur, siguruar votën dhe transparencën. E dyta, pastaj patëm edhe dy ankesa tjera nga disa kandidatë të një partie politike, në këtë rast të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që shkuan edhe përtej ankesave në KQZ, shkuan edhe në prokurorinë të shtetit. Dhe e patëm një urdhër të prokurorit të shtetit që me fillu rinumrimin e votave në komunën e Voshtrisë. Ose të paktën me hetu se si janë bërë rinumrimi i votave në komunën e Voshtrisë. Dhe ai rinumrim, dhe ai hetim, sot sjellin vendim KQZ për të kthyer në rinumrim 35 kuti të votimit në komunën e Voshtrisë. Krejt kjo situatë kështu, që është krijuar dhe që valloi themeshtu tendence për me zvarrit, për me rinumru sa më shumë let votime. Po duket që po kërkojnë kohë. Sepse në përqindje kur e mat, si tërësi e votave që po kërkohet të rinumron, nuk sjell fare ndryshim, asnjë pesë lun. Ose shumë pak, do thot plus minus, ndoshta një mandat, po as një mandat jo. Pra nuk është as interes, mund të them, i subjekteve politike që zvarritit ka shumë sepse nuk përfitojnë asnjëna. Nuk është që dikush i merr 5% ose 10% më shumë, e dikush i merr më pak, ose nuk është që ndonjë parti i siguron 7 apo 8 urse më shumë, apo edhe 2 urse më shumë. Sepse janë pyetje një përqindje shumë e vogël e votave që s'e diktojnë fare rezultatin e zgjedhjeve, e as më pak, ndoshta e diktojnë më shumë ndonjë rezultate të kandidatëve për deputet, të cilët mund më aludu që aty këtu ju ka humbur në votë ose aty këtu më shtuan në votë. Mirë, po ka tendencë. Shihet qartë. Sa është e rëndësishme konstituimi i institucioneve të reja, sepse vendet kur jetë në tranzicion të qeverive, në ndryshimin e qeverive, shpeshherë ka ngecje, ka regres në qeverisë. Sa është për demokracinë, për vendin, për gjitha institucionet, formimi i institucioneve të reja dhe puna e tyre. Në fakt, është esenciale që pas procesit zgjedhore, kudo qofsh që mbahen, kuptimi i demokracisë merr formë ose edhe merr jeshi kështu në kuptimin edhe popullor, kur pas numërimit të rezultateve të zgjedhjet pranohen rezultatet dhe fillohet menjëherë me themelimin e institucioneve shtetërore. Pra nuk hubet kohë, nuk merren shtetet demokratike ku kanë shoqëri të zhvilluara, lejo ta përmendë rastin e Gjermanisë, do thotë është një shtet mbi 60 milion banor dhe i përfundoi zgjedhjet gati një muaj pas neve dhe dolën tash me qeverit para neve. Do thotë sa edhe ata nuk e kanë ndryshe sistemin se kunosh. Edhe ata i votojnë, i numrojnë votat në mënyrë fizike sikurse ne i numrojmë. Dhe kur i përmbyllin në kohë dhe në brenda periudhave ligjore gjitha këto procese, është esenciale që të formohen edhe institucionet. Pse? Sepse jemi të jetu në demokraci, po jemi të jetu edhe në një zhvillim global shumë interesant, edhe paksa edhe të çuditshëm. Kemi ndryshime drastike të politikave botërore, kemi ndryshime drastike sparit të politikave që po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pastaj edhe në vetë Bashkimin Evropian, dhe Kosova nuk e ka luksin sot me nejt pa qeveri dhe sidomos me hinë në një fazë të krizës institucionale ku nuk kemi as zgjedhje të kuvendit, as zgjedhje të qeverisë. Mos harrojmë se deri me datën 22 mars është afati i rregullt i kësaj qeverie. Do thotë në momentin kur s'ka dhënë afati i rregullt kjo qeveri më i ka gjitha kompetencat e kufizuara. Ligji për qeverinë ja ndalon çdo aktivitet kësaj qeverie sepse konsiderohet që është qeveri në largim ose në dorëheqje. Dhe kur je qeveri në dorëheqje, ti më i ki kompetencat e kufizuara. Dhe shto faktin që ne jemi në prag të certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, pastaj hym afate të tjera të thirrjes së seancës për kuvendin, që praktikisht në bazë të disa kalkulimeve të afateve ne mund të shkojmë edhe 12 ditë pa themelim të institucioneve. Nëse shfrytëzohen maksimalisht këto afate. Dhe që është shku trendi i ankesave dhe trendi i vendimmarrjes në BZAP, në panelin zgjedhor të ankesave dhe parathresave dhe pastaj pakënaqësit që po shfaqen edhe në Gjykatën Supreme, atëherë shto faktin na nuk unë parashikoj që do të kemi edhe më tutje zvarritje, do të kemi edhe më tutje dyshime e prolongime të krejt këtij procesi, që në base krijohet një pasiguri dhe si pasiguri e tillë dikush edhe ndoshta tenton të përfitoj. Qoftë të rri më gjatë në pushtet, qoftë ta shtyjë edhe më gjatë edhe në ditë, qoftë edhe të krijojë mundësinë që të përfitoj kohë dhe kushte që mënyrë që të bëjë ndonjë marrëveshje ose ndonjë koalicion ose ta mbinë ndonjë subjekt tjetër që për të hyrë në bashkëqeverisje. Aktualisht me këta vota dhe me këta numra që i kanë, asnjë parti nuk mund të themelojë vetëm me qeverinë.
Do thotë nuk e kanë luksin asnjëra. Kjo dihet që nga 10 shkurti, ose që mes nata 9 shkurtit e deri më tani dihen numrat nuk po ndryshojnë fare. Po, nuk po ndryshojnë. Edhe për këtë arsye janë paksa të çuditshme ankesat e disa subjekteve politike mbi ose kërkesat e tyre mbi rinumërimin e disa votave. Sepse kemi të bëjmë me disa vota, qindra ose hajde edhe 1000 ose 2000 vota. Por në efekt të rezultatit s'prodhon kurrë. Na jemi çashtu që kemi pas rezultatet me datë 9 shkurt. Jemi 1 muaj ditë prapa, jemi 1 muaj ditë vonesë, dhe do të jemi edhe 2 muaj ose 3 vonesë në thebelimin e institucioneve. Neve na presin. Neve si shtet po mendoj, na pret dialogu me Serbinë, kemi sanksionet në Bashkimin Evropian, kemi një administratë të Donald Trumpit, të Shtetit të Bashkuar që është tepër dinamike dhe që po ndryshon brenda ditës rrethonat edhe objektivat edhe interesat e tyre dhe na nuk kemi përgjigje ndaj këtyre kërkesave sot. Sepse qeveria është pothuajse në largim, kuvendi është i pezulluar, por nuk ka kuvendi rol për momentin, deputet nuk kanë rol në parlamentin e Kosovës dhe jemi në një stat të status quo, mund të them. A është kjo pjesa që po zvarritet, domethënë deri te certifikimi përfundimtar i zgjedhjeve, pastaj sepse hyn numërimi i ditëve për themelimin e institucioneve. Krucial është na memori me i certifikuar rezultatet, me shpall rezultatet e zgjedhjes pari dhe pastaj me certifikuar këto rezultate. Po, siç e thash edhe më herët, ne jemi hyrë në një trend të ankesave. Tashmë kur kemi gjato ankesa ndaj administrimit të numërimit në QNR. Imagjinoni ligji lejon edhe afatin e ankesave ku shpallën rezultatet e zgjedhjeve. Masi shpallën rezultatet e zgjedhjeve, gjitha subjektet politike dhe kandidatët mund të ankimojnë vendimin e KQZ-s mbi këto rezultate. Afati është 48 orë. Zapi, pra shkolla të panelit zgjedhor për ankesat dhe parastresa, ka afat deri 96 orë me këtë përgjigje. Nëse ka shumë ankesa, sigurisht nuk do të mëmi kthyer për 96 orë, sepse është vëllim i madh i ankesave që mund të bëjë 28 parti politike të kanë ngaruar këto zgjedhje. Imagjinoni sikur të gjitha të bëjnë ankesa mbi rezultatin e zgjedhjeve. Ajo do të ishte pastaj edhe më rënd. Por ne shpresojmë që nuk do të ketë mbi rezultatin final të zgjedhjeve, sepse do ta shohim edhe këta nga ky proces i rinumërimit që tani do të bëhet, do ta shohim që nuk luan në përshindje as një vot më pak, as një vot më shumë. Dhe prandaj po shpresoj që do të frenohen nga parastrimi i ankesave mbi rezultatin e zgjedhjeve dhe do të hyjmë njëherë në formimin e sparit kuvendit. Kur certifikohen rezultatet, mo tani nuk kemi kohë me hub. Brenda 30 ditëve presidentja duhet me thirrë seancën e kuvendit, e cila duhet mbahet thotë brenda spaku 30 ditëve. Po tash mund ndodh që mbahet edhe më herët. Nëse zgjedh kuvendit, kryetari dhe kryesia e kuvendit aktivizohet përsëri presidentja dhe e fton kandidatin që ka fituar zgjedhjet ose të partinë fituese të zgjedhjeve që ta nominojë një kandidat për kryeministër. Dhe ai kandidat ka afat 15 ditë që t'ia paraqes kuvendit për bërjen e re të qeverisë dhe ne themi programin për 4 vite të ardhshme. Dhe kërkon votën e deputetëve për ta mbështetur. Edhe po çesërisht nëse ndodh që e merr shumicën ose e siguron shumicën prej 61 votave, atëherë zgjedhet edhe qeveria dhe ecmi tutje në aktivitetet e përditshëm të zhvillimeve dinamikave të politikave të përditshme që i kemi. Por nëse dështon, nëse s'ka numra, nëse nuk arrin ndonjë marrëveshje, ndonjë bashkëqeverisje, nëse nuk sigurohen 61 vota në parlament në rundin e parë, atëherë përsërit presidenti duhet të shikojë mundësinë nëse ndonjëri prej kandidatëve ose të partive të tjera e siguron shumicën e nevojshme për ta formuar qeverinë. Nëse kontonë, nëse asnjëra parti, asnjë kandidat që është në garë nuk i siguron këto vota, atëherë presidenti detyrohet që të shpallë zgjedhjet e reja, të cilat duhet mbahen brenda 40 ditësh nga dita e shpalljes ose edhe shpërpërjes së kuvendit, sepse atëherë kemi kuvend, po duhet të shpërndahet kuvendi i vjetër dhe duhet të shkojmë në zgjedhje të reja. Zgjedhjet e reja a krijojnë zgjidhje? Nuk besoj që krijojnë zgjidhje. Aktualisht në këtë fazë njëjtit aktor politik, njëjtit programe, njëjtit kandidat. Çfarë do të bëjë? Mbase rezultati i njëjtë do të jetë. Nuk besoj që do të ketë ndryshime drastike në Kosovë që të rrëzohet ky rezultat, sepse është fryma e njëjtë, edhe besoj që do të jemi në situatë njëjtë. Të kalojmë në pjesën e dytë të emisionit ku edhe kur veprojnë institucionet shtetërore, lokale, prapë qytetari ka nevojë për ndihmë të ndryshme dhe procese. Ju jeni organizata që i përcjellni shërbimet juridike që i kryeni falas në këtë drejtim. Si funksionon këto shërbime në karshi në ndihmës të qytetarëve? Po, ne kemi një qendër të ndihmës juridike falas. Në kuadër të kësaj qendre, ne ofrojmë shërbime ose këshilla juridike falas për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët janë viktimë e ndonjë shkelje të drejtave të tyre,
të realizuar nga ana e institucioneve publike në Kosovë, të gjitha institucioneve, qoftë sistemit administrativ, qoftë institucioneve gjyqësore, apo edhe bizneseve private. Ne kemi dhe një numër të telefonit, ne kemi dhe një platformë online aty komuni edhe me dërgu edhe ankesat, dhe aty mund të paraqitet çdo kush që ka dyshime që është jo për një padrejt nga ana e punëdhënësit të tij ose e shefit të tij ose e menaxhmentit të atij zyrtari, qoftë në administratë publike, qoftë edhe në kompani private. Dhe pasi të sinjalizohemi ne, ose neve mund të na vinë edhe sinjalizime nga jashtë, do të sinjalizime që ka keshpërdorime të buxhetit ose ndonjë element i korrupsionit në ndonjë institucion të caktuar publik në Kosovë, në atëherë do thotë normalisht i kemi ato procedurat tona të brendshme ku i ftojmë të gjitha palët, të bashkëbisedojmë me ta, ju ofrojmë zgjidhje të kuptimin të preliminar të disa këshillave të përgjithshme juridike se si ka dhe si duhet të orientohet rasti edhe lënda, dhe kur shohim që janë prova të mjaftueshme që shkojnë përtej një ankese ose përtej një shërbimi aty për atë të këshillës juridike, ne sigurisht që kemi edhe të drejtë që edhe të iniciojmë edhe të procedura penale në kuptimin që të ngrismi dhe kallëzime penale ose edhe të çojmë raste në prokurori pse jo edhe në gjykatë të paditën të ndryshme ndaj gjitha institucioneve që shkelin të drejtat. Cilat janë kërkesat më të shpeshta të qytetarëve karshi juve që kërkojnë ndihmë juridike? Zakonisht ka kërkesa të llojeve të ndryshme, por normalisht që bisedojmë këto për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Kërkesat kryesore që janë bërë për shkeljen e kontratave, ose ka raste kur raportohen kur ka punëtorë që punojnë ende pa kontrata të punës. Ka pastaj raste kur të bazuar në disa konkurse publike njerëzit aplikojnë dhe shohin që nuk po shkojnë në rregull procedurat publike të konkurseve. Dhe ato ne kemi të drejtë që t'ju ofrojmë shërbime juridike falas gjithë qytetarëve që na japin bazë të mjaftueshme që na më reagu edhe me ndërhyj. Po të krahas kësaj, ne përpos që ofrojmë këtë lloj shërbime juridike, ne gjithashtu të përgatisim edhe vazhdimtime edhe ngrisim edhe çështjet e avokimit të interesit përgjithshëm shoqëror. Pra, çështjen e sinjalizimit, për shembull, ne kemi bërë disa raporte vitin e kaluar në disa dikaster të shoqërisë ku kemi vërejtë që ka mangësi të zbatimit të ligjit për sinjalizim. Po ashtu kemi përgatitur holëm tem ku kemi shpërfaqur në publik në mangësitë e ligjit punës, në cilat rrethana ligji i punës nuk po zbatohet. Vjen shpresë sidomos të pushimi i Leonis, do thotë ose largimin nga puna të grave, të cilat nuk duhet larguan brenda 6 muaj nga momenti kur ato janë shtatzon. Kemi pasur do të raste kur gratë të cilat kanë qenë në shtatzon para se ose brenda kësaj periudhe ose 6 mujorshit, edhe të cilat janë larguar nga punëtorët, nga kompanitë private dhe nga puna, apo rastet e kompenzimeve, rimbursimeve të ndryshme të pagave, të elementeve të ndryshme që i përfshin. Pra, gjitha kategorive të drejtave të njeriut që mbrohen sot sipas legislacionit në Kosovë, ne ato i mbolojmë për rast sa na kemi ndikim edhe hapësirë që me e shfrytzu kapacitetin tonë edhe të kadrove që i kemi. Nëse mund të bashkëtojmë pyetjen kështu, cili institucion dominon me ankesa nga qytetarët më shumë të që bën ankesa? Institucionet publike, private apo të ndryshme? Normalisht që kështu në nivel të përgjithshëm gjithmonë atakohen institucionet private. Për shkak se në institucionet private nuk ka edhe formë mbikëqyrje të mjaftueshme nga ana e inspektorateve të punës, nga ana e inspektorateve të përgjithshme që janë në kuadër të qeverisë së Republikës së Kosovës. Po meqense se na kemi një element që kryesisht ky sinjalizimi i korrupsionit bëhet nëpërmjet institucioneve të brendshme, atëherë normalisht që në ndërmarrje publike ka shumë parregullsi, po ashtu ka shumë ankesa edhe sa i përket administrimit të konkurseve të publike në nivel të administratës, qoftë në komuna, qoftë edhe në nivel të administratës shtetërore qeveritare, në për sekretariate, në për departamentet të ministerive të caktuara. Po kryesisht janë këto fushat ku anulimi i konkurseve ose edhe shkelja të drejtave të kontratave të punës që i kanë zyrtarët qoftë publik, qoftë edhe zyrtarët punëtorë privat. Çfarë i ofrohet një qytetari nga organizata juaj KDI në këtë rast në lehtësimin e kërkesës së tij për çështje të ndryshme që mund të ndodhen që i përmendet? Po. Sigurisht që SPAR i ofron shërbime juridike falas në kuptimin e këshillimeve. E këshillimeve do thotë verbale, do thotë orientim. Si orientim, në kuptimin që ju mund të vini zyre dhe mund të na paraqitni problemin e juve dhe ju kërkoni ndihmë nga ana jonë se si të trajtohet me tutje një çështje. Përveç se na kur shohim që ka elemente edhe matutje, ne mund të përgatisim edhe parashtresa. Ne mund të përgatisim edhe shkresa të ndryshme që ja vlerëtojmë të palëve, sidomos atyre që ndoshta edhe kanë të pamundur me angazhu me shku nëpërmjet rrugëve të tjera, me avokat ose
për shkak të kostove financiare që mund të jenë. Ne shkojmë deri tek paraqitja e këtyre rasteve, ose të themi ashtu, shfrytëzimi i gjitha mekanizmave, qoftë edhe medial, qoftë edhe aktivizmin tonë që e shfrytëzojnë edhe nëpërmjet kampanjave vetësuese, qoftë edhe nëpërmjet takimeve me aktorët shtetëror, por të krahasojna ne shfrytëzojmë gjitha këto mënyra që edhe nëpërmjet grupeve të ndryshme të punuese organizojmë edhe tyreza, edhe punëtori, edhe i ngrisim gjitha këto shqetësime, po si shërbim juridik, do thotë përpos orientimeve këshillimore që i japim, përgatisim shkresat, parashtresa, padi, gjitha llojet e shkresave juridike, të cilat pastaj palët i marrin dhe i dërgojnë në institucione, por ne nuk përfaqësojmë në gjykatë. Këto do thotë e bëjmë të qartë dhe sa herë që vjen dikush ne ja thëjmë që si KDI, si organizat nuk marrimi përgjegjësinë e përfaqësimit në instanca gjyqësore. Pra ne nuk shkojmë në seancët me përfaqësu filan festekun apo filan festekun ose të palën tjetër ose në një palë. Ne thjesht e përgatisim krejt procesin dhe procedurat i zhvillojmë në atë mënyrë që deri në instancë gjyqësore mund të japim gjitha llojet e formave të këshillave juridike, sepse ashtu funksionon edhe projekti edhe sistemi dhe mënyra e punës. Po si priti nga institucionet e ndryshme ose nga kompanitë të ndryshme private dhe institucionet publike, kur bëni kërkesa, kur bëni interesim lidhur me një rast apo raste të ndryshme që ndodhin? Tashmë më duhet me përmend një ligj që e kemi në fuqi edhe që na shërben shumë kështu në kuptimin pozitiv të fjalës, është ligji për çastin në dokumente publike dhe mbikëqyrjen e këtij ligji është duke bërë në mënyrë të vazhdueshme Agjencia për Informim dhe Privatësi. Agjencia për Informim dhe Privatësi kohët fundit ka shpëtuar një mori gjobash ndaj autoriteteve publike sidomos për shkak të mosdhënies së informatave dhe për shkak të mos ofrimit të çastis në dokumente, qoftë neve shoqëri civile, qoftë edhe palëve, edhe qytetarëve, por qoftë edhe personave të tjerë që kanë pasur ndonjë interes për të realizuar. Por normalisht kjo në parim nuk është pritet mirë si aktivitet, si hap që ne e bëjmë kështu në kuptimin e frontimit që e kemi me disa institucione ose edhe me disa kompani të kohë, por me qenë se interesi, sepse ne thjesht e mbrojmë interesin publik. Ne gjithmonë nisim nga fakti që çdo kërkesë, çdo parashtresë, çdo iniciativë që ndërmarrëmi me arsyetim që kemi interes publik dhe dëshmojmë interesin publik. Qoftë të ndonjë parregullësie, të ndonjë konkursi që e përmenda më herët, qoftë të ndonjë procedurë tjetër e prokurimit apo edhe tjera procedura ligjore që organet e administratës publike i zhvillojnë në atë mënyrë që nuk i garantojmë mjaftueshëm të barazinë e gjithëve paraligjit, në kuptimin asaj që dikujt ja mohojnë të drejtë, dikon e privilegjojnë më shumë. Pastaj këto sinjalizime që i pranojmë me lidhje të nepotizmit, të punësimeve që bëhen në organet e administratës publike, në ndërmarrje publike. Mos harrojmë se ne vitin e kaluar kur kemi bërë analizën mbi caktimin e zyrtarëve të sinjalizimit në institucioneve, kemi parë plot raste ku mungojnë edhe zyrtarët përgjegjës në institucione publike për sinjalizim. Pra ata nuk kanë ku të drejtohen, qoftë në kompanitë vetë private, qoftë nëpër institucione publike, sepse ligji është i qartë edhe ja jep këtë drejtë që edhe në një kompani private ku ka të punësuar më shumë se 50 persona, duhet të jetë i caktuar një zyrtar si përgjegjës për sinjalizim, duhet ta ketë një numër telefoni, një zyre ose edhe një të dhënë të kontaktit në platformën elektronike që ka institucion, qoftë publik edhe qoftë privat, kurse për këto të shtetit e kemi kështu më lehtë sepse ato se shumica i kanë të publikuara nëpër platformat e tyre elektronike dhe do thotë mund ta dimë le se ku mund të orientohet një zyrtar i shtetit fillimisht për të adresuar një ankesë ose një parregullsi. Një nga sfidat që përballet çdo qytetar është afati kohor. Ndjekja afateve kohore jo në këtë rast të procesit zgjedhor, por në procesin përzgjidhje të kërkesave dhe shqyrtimit të kërkesave të tina. Sa i merr një qytetari kur i bëhet një shkelje ligjore derisa të merr epilogun përfundimtar në të gjitha proceset në vazhdimsi. Këto vim pa kohë më gjatë me sëru. Nëse flasim për procedura penale, dhe ligji, kodi i procedurës penale ka të caktuar me afatet e zgjidhjeve kohore të lantës. Pra nga momenti i ngritjes të akta akuzës deri në vendimin e gjyqësor të formës së prerë. Janë dy situata këtu. Për shembull, kur një lëndë administrohet ose gjykohet nga një gjyqtar individual, komplet procedura thotë aty duhet kryhet brenda 90 ditëve. Të paktën letër që kemi në ligj. Nëse administrohet procedura penale nga një trup gjykues, për 3 gjyqtarë që zakonisht i shohim nëpër media dhe i kemi kështu shumicën e rasteve të rënda, atëherë komplet procedura duhet përfundohet brenda 120 plus 30 ditë shtesë nëse ka nevojë gjyqtari për më shumë
Pra rreth 150 ditë duhet përfundohet në shkallë të parë i gjithë procesi. Çka ndodh tek ne, fatkeqësisht nuk zbatohet. Ky afat për rastet e administrimit të procedurave penale po flas. Ne kemi pa plot raste ku janë parashkruar land, janë parashkruar ekzekutimin dënimeve, shumë land të mëdha të korrupsionit, nuk po duhet të përmend tash me emra, por shumë raste të mëdha të korrupsionit kanë dështuar si pasojë edhe e zvarritjeve që janë në bazë në kuadër të gjykatave. Të kanë dështuar si pasojë e mangësive që kanë pasur edhe këta akuzat e prokurorisë, pra të pa prova, jo nisur me prova të paqarta, të paplota. Kurse sa i përket kontesteve civile, të marrëdhënieve të punës që janë këto kontesteve të tjera, ligji i procedurës civile në Kosovë nuk jep afat të zgjidhjes së landeve në procedurë civile. Në Kosovë, për flas të paktën, por nuk kemi një afat kur fillon të themi ashtu llogaritja e kohës nga momenti kur dorëzonti pa dinë në gjykat dhe deri në momentin kur gjykata nxjerr vendimin e formës së prerë. Nuk ka lënë afat atëherë kur e kanë hartuar këtë ligj në procedurë civile, nuk kanë lënë ndonjë afase në proces civil derisa mundet të trajtohet një land. Çka është synuar vitin e kaluar, ka qenë një projekt ligji i propozuar nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, që quhet projekt ligjit për gjykimin e drejtë brenda një kohe dhe afatit të arsyeshëm kohor, dhe ky projekt ligj i ka afatizuar disa procedura gjyqësore në Kosovë që të konizohen ose të përmbyllen brenda afateve ose limiteve të caktuara. Dhe e mira kësaj është që të paktën në procesin civil është vendosur afati. Pra do të jetë maksimumi 3 vite që në land civile të mund të zgjidhet në kuadër të gjykatave themelore në krejt Kosovën. A do të jetë i realizueshëm, unë kam dyshime, sepse ne kemi ndikon gati 100 milion pas zgjidhura civile në gjitha gjykatat e Republikës së Kosovës. Veç departamenti civil i gjykatës themelore në Prishtinë i ka ndikon mbi 20 milion të mbetura që ende nuk ka zgjidhje. Shto faktin që numri gjyqtarëve është hala ende i vogël dhe nuk kanë kapacitetin të gjithë me mbuluar ato land edhe me i kryer në afat të shpejt. Shto faktin që ka afate procedurale të administrimit të këtyre rasteve, atëherë e shoh paksa problematike, por e mira e këtij projekt ligji që më vjen me e theksu për hir të publikut është që kurdo që jemi fuqi, ju jep të drejtë qytetarëve që për çdo zvarritje të kompenzohen. Pra, një qytetar i Republikës së Kosovës, posa të hyjnë fuqi ky projekt ligji, kurdo në qeverinë ashme kur të formohet nëse e shtyn më tutje, kanë me pas mundësi që kur skadojnë çdo afate limitet e këtij projekt ligji të përfundimit të një procesi, kanë me pas të drejtë me bëni kërkesë për kompenzim. Që i mjen deri në 3.000 euro do të vlerësohen kompenzimet e damave të bashkëtorëve të Republikës së Kosovës që janë zvarritur në procedura penale apo civile. Si e mot këtë ndihmën juridike që bën për qytetarët nga viti në vit, nga numri i landeve, nga kërkesa apo performanca që e bën nga ajo? Nga të gjitha. Do thotë i kemi këto të dhëna, unë për veti të momentin nuk i kam statistika këtu me veti, por zakonisht në çdo raport vjetor që e bëjmë dhe të punës së KDI-s edhe të punës së projekteve që ne të stafit që i kemi këtu, do thotë gjithmonë e masim me numrin e kërkesave që pranojmë, me numrin e përgjigjeve që i ofrojmë, me numrin e analizave dhe këshillave juridike dhe dokumenteve që i përgatisim dhe gjithashtu edhe me numrin e vendimeve pozitive ose edhe qoftë edhe negative që ofrohen nga ana e institucionit publik mbi trajtimin e këtyre kërkesave. Edhe për fund, cilat janë planet e KDI-s për të ardhmen? A do të shtonë kapacitetin e saj në kontrolën, ta themi kështu, nëse mundëm do thënë, të institucioneve shtetërore publike në nivel vende, që të shihet edhe të paraqet para opinionit, para qytetarëve, punën që po bën, si për të mirë, ashtu edhe jo të mirë. Sigurisht që ne do të vazhdojmë aktivitetin tonë që e kemi ka herë dhe që shumë si organizat, qoftë edhe për monitorimet të zgjedhjeve, por edhe qoftë edhe për monitorimin e punës së institucioneve publike. Se harrova me cekën fillim, ne kemi një projekt shumë veçantë, çështjen e monitorimit të punës së Parlamentit të Kosovës, po i përcjell seancat e Kuvendit, i përcjell gjithë pothuajse shumicën e komisioneve parlamentare të Kuvendit të Kosovës, ku e shohim edhe masmin të performancën e secilit deputet. Po ashtu e shohim edhe masmin edhe performancën e kuvendeve komunale, edhe qeverive, edhe qeverisë, por edhe ministrive të caktuara, sidomos këto të drejtësisë, ekonomisë, arsimit, Ministrisë së Punëve të Jashtme, kështu e tjerë. Trendi do të jetë, unë besoj, edhe i njëjtë, po do të jetë edhe më i fuqishëm kur të themelon dhe të krijon institucione të reja, për shkak se është pastaj një motiv vështirësi që me pasi po zhvillohet performanca e kuvendit të ri, e qeverisë së re. Qeveria dhe kuvendi i kanë ato planet e veta legislative që duhet t'i zbatojnë brenda vitit dhe ne zakonisht i përcjellim dhe i mbikëqyrimi nëse po i rrin gati agjendës së tyre legislative për të zbatuar ato që i kanë të synuara që nga fillimi i mandatit. Faleminderit që ishe pjesë e televizionit Arbëria.
Faleminderit dhe juve, ishte kënaqësi. Shukësindrua, faleminderit nga ju që ishi me televizionin Arbëria përkatësh me emisionin Bol. Mirë mbjeqe, shihemi në emisionin e radhës. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.